Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës të kanalit Monitor TV, njëkohësisht edhe ju shumë të respektuar që më respektoni mua. Ja ku po takohemi sërish së bashku, këtë herë për ta marrë shtruar bisedën edhe për të komentuar për ngjarjen më të fundit, për atë momentin më të shumë pritur. Ju e dini që nuk na ndajnë akoma shumë orë, po na ndajnë shumë pak orë nga gjysmë-finalja e dytë. Nesër mbrëma pritet që të jetë një spektakël i papar, një spektakël që do të na mbërthejë të gjithëve për ekrani që nga ora 21:15, ku produksioni Top Channel ka përgatitur një gjysmë-finale gjigande. Të gjithë jemi konfuz, të gjithë jemi në pikpyetje se kush mund të jetë, do me thënë kush do t'jenë dy finalistët e fundit, pasi që moderatori i këtij spektakli, Ledion Liço, në prajmin e së martës tregoi për të gjithë publikun se 4 do t'jenë finalistët, të cilët do të përballen në finalen gjigande, në finalen e madhe të datës 19 prill për fituesin e këtij Big Brotherit, të edicionit të 4. Ka qenë një edicion shumë i zëshëm, ka qenë një edicion që doli jashtë çdo parashikimi të mundshëm. Dhe në pyetje tashmë janë Gjesti, Egli, Danja, Loredana, Jozi dhe Gerta. Janë këto banorët të cilët janë në një televotim të hapur aktualisht në televizionin Top Channel për të përzgjedhur finalisti i tretë dhe finalisti i katërt i këtij edicioni. Kemi shumë thashe theme lart e poshtë, përfliten shumë gjëra që mund të shkojë dhe Egli Tako në finale, pasi që ka patur 50.000 vota më shumë se Laert Vasili në përballjen kokë më kokë që pati Laerti dhe Egli nga përzgjedhja e Rozana Radit si një finaliste e parë që kishte një mundësi, le të themi një kuti të artë, mos ta quaj kutinë e Pandorës, por një kuti të artë në dorën e saj, që përzgjodhi Laertin si fitues, si finalist, më falni tashmë, a ishte kjo një skenar i produksionit, apo ishte një skalet nga vllau i madh për të përzgjedhur finalistët, kjo mbetet për tu parë. Por mbi të gjitha, publiku dihet se kë do ta çon, domethënë publiku aq më e ka ndjekur këtë Big Brother dhe kanë dhënë vendimin për përzgjedhjen e finalistit, që në këtë rast është Gjesti finalisti i parë, dhe më pas jemi midis Gertës edhe Eglit, ku ditën e djeshme në një komentim, le ta quajmë, në Instagramin e saj Olta Gixhari e pranoi hapurazi që Gerta do të jetë finaliste. Dhe do me thënë, Gerta Gixhari dhe Gjesti janë dy finalistët të fundit që do të plotësojnë këtë 4 shen të vendosur nga vllau i madh, ku automatikisht për në finalen e madhe do të përballen Gjesti, Gerta, Rozana dhe Laerti. Dhe një nga këto të 4 do të jetë fituesi. Publiku është kundër në fakt kësaj përzgjedhjes, ka shumë nga ato që duan që edhe Egli të jetë në finale, nuk e dim se si do të përballoj nesër mbrëma momentin kur vllau i madh do t'ju thot banorëve që ju të cilët nuk jeni tashmë të përzgjedhur për në finale, një nga një do të vini në studio dhe ne do të shpallim finalistët zyrtar të këtij edicioni. Do të jetë një laramani emocionesh, do të jetë një laramani ndjenjash, ku për herë të parë banorët do të përballen në situata të vërteta, po qoftë edhe kur do dalin jashtë. Pa marrë parasysh në qoftë se Egli nuk do zgjidhet si finaliste, momentin që Egli do del nga shtëpia, ajo do t'i shikon të gjitha gjërat me sytë e saj, do t'a shikon dashurinë e publiku, do t'a shikon votimin se si është bërë për të, dhe jam shumë i bindur në 2 post Big Brother të cilët do të ndodhin të shtunë për të shtunë në Top Channel, ku banorët do të kenë fatin për të sqaruar, ku banorët do të kenë fatin për të biseduar për gjithçka që ka ndodhur në shtëpinë e Big Brotherit, për të gjithë diskutimet, dinamikat, ngjarjet, fituesin, finalistin e dytë, të tretin, të katërtin, dhe të gjithë këtë rjedhojën, besoj që do të kenë mundësinë që të sqarohen ashtu siç ka ndodhur në për të gjithë Big Brotherat e tjerë.
Do me thënë, do të ndalojmë tek finalistët, unë nuk e besoj që Egli Tako do të shkon para Gertës në finale, jam shumë i bindur që Gerta do të jetë banorja e cila do të shkon në finale për shumë arsye. Para njëherë vetë vllau i madh apo Ledioni ka qenë ai i cili në shumicën e rasteve kur Gerta gjatë prajmeve ka pyetur se çfarë do të ndodh me fatin e banorëve të cilët humbin në betejën e finales, Ledioni tha duhet të presim sepse është vllau i madh ai që surprizon, është vllau i madh ai që vendon ligje dhe duhet të presim për të marrë një përgjigje përfundimtare në këtë raport. Dhe në këtë rast, do me thënë, ju dha një lloj drite të gjelbërt Gertës që ti do të jesh finalistja, kështu që duro mos e bën një hap për t'u larguar nga shtëpia, sepse Gerta ishte e këtij mendimi që çfarë duhet unë të bëj në shtëpi, pasi që Rozana Radi tashmë u shpall edhe si finaliste e Big Brotherit, ndërsa unë humba në betejën e saj. Dhe për këtë gjë, jam shumë i bindur që në finale do të shkoj Gerta dhe Gjesti. Tani mund të ketë edhe një ndryshim që nga 4 vetëm e vetëm për të mbyllur gojen e publikut të çojnë në finale dhe Eglin, dhe Egli mund të delë atë natë më një herë nga shtëpia. Edhe mund të ketë një ndryshim të këtillë, mund të çojnë një banor nëpërmjet kutisë së unazës, që e kam thënë gjithmonë, në qoftë se Gjesti arrin që ta thyej këtë kuti të unazës, mund të ndodhë në zarfin e kuq një fat i mirë për Eglin, një mundësi e mirë për Eglin që zarfi i kuq mund të ketë automatikisht dërgimin e një banorit në finale, sepse unaza është gjë madhore dhe besoj që dhurata që pason pas unazës duhet të jetë një gjë madhore dhe ajo nuk mund të jetë një dhuratë ashtu siç kanë qenë në për kutitë e tjera. Mendoj që është kuti pak më e veçantë, është kuti pak më, do me thënë, më serioze, dhe mendoj dhe që dhurata, sepse dënime tashmë nuk ka në Big Brother, jemi drejt fundit, dhe ai që do ta thyej kutinë e unazës, dhurata që pason këtu është më serioze. Mund ta thyej dhe Josi, por ne jemi duke folë për 4 finalistët, të cilët sipas mendimit tim janë 4 këto. Gjestin as që diskutoj një herë që nuk do të jetë finalist, por dhe Gertën as që diskutoj, do me thënë, dilema është se çfarë do të ndodhë me Eglin, sepse në qoftë se Eglin nuk do të shkon në finale, kjo do të quhet një padrejtësi për fansat e Eglit, të cilët kanë votuar tmerrësisht për të qenë Egli finaliste kokë më kokë me Laertin. Pa marrë parasysh sado që të thuhet, sepse mund të ndodhen dhe kjo gjëja që fansat e Eglit mund të jenë vetëm fansat e rrjeteve sociale dhe nuk është se kanë forcën të votës siç e kanë patur forcën e votës fansat e Laertit, por duke u krahasuar te kjo e fansave të rrjeteve sociale, unë jam shumë i bindur që Egli ka patur më shumë fansa dhe ka patur më shumë mundësi se Laerti, ndërsa Laerti nuk ka patur as në rrjete sociale, nuk ka patur popularitetin e madh që e ka patur Egli. Ky është mendimi im dhe unë mund t'i them zyrtarisht kështu të 4 finalistët, që janë Gerta, Gjesti, Rozana dhe Laerti, ndërsa më pas javën e ardhshme do ta komentojmë se ndaj kujt do tjetë dyshja betej, do të thënë kush do të shkon në betej. Këtë do ta lëm javën e ardhshme, nga që kjo temi përket javës së ardhshme, ndërsa se kush do të jetë finalisti dhe kush nga këto banor, do me thënë, do të shkon automatikisht në finale. Dhe më duhet ta them edhe një herë për fund, 4 banore që do të shkojnë në finale janë Gjesti, Laerti, Rozana edhe Gerta.